Një temë e re që është hedhur për diskutim në opinionin publik është një marrëveshje e re e propozuar prej jush mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Çfarë nënkupton kjo? Së shpejti besoj se do të bëhet publike, marrëveshja të cilën e propozojmë për mirëqenien e këtij shteti. Këtu dy etnitë kryesore janë maqedonasit dhe shqiptarët. Njëra parë 60%, tjetra 30%, zbashku 90%. Domethënë relativisht homogjene nëse këto dy etni bashkëjetojnë ashtu si duhet. Marrëveshja e Ohrit ishte një nismë e tillë, e cila u nënshkrua dhe kur nuk u zbatua ashtu si duhet. Bile pjesa kryesore që nuk u zbatua ishte decentralizimi fiskal. Domethënë më shumë kompetenca për komunat. Në marrëveshjen e re do të përfshihet tërheqja e 20%. Domethënë kthehem përsëri në kohën e Jugosllavisë kur thoshim nuk ka demokraci. Para 90-s gjuhë zyrtare në Maqedoni, sipas kushtetutës, kanë qenë gjuha maqedonase, shqipe dhe turke. Ne do të mundohemi me marrëveshjen e re t'i bindim bashkëqytetarët tonë maqedonas se është fyese dhe ofenduese që gjuha e dikujt të quhet përqindsh. Sikur të quhet gjuha maqedonase, gjuha e 54% të popullatës që jeton. Dhe mendoj që duhet edhe ato të tregojnë zemërgjerësi dhe të na kuptojnë se asgjë nuk u prish, asgjë nuk marrin prej atyre, gjithashtu njëra prej pikave kyçe, 4 pikave kryesore, që i kemi pas si marrëveshje VMRO dhe vlen kur e kemi formuar qeverinë. Dhe e treta shumë e rëndësishme është në disa çështje që i tangojnë edhe shqiptarët dhe maqedonasit, që është e rëndësishme për të dy etnitë kryesore këtu, domethënë të ketë votim të dyfisht apo badinteri. Na ndodh shpesh, konkretisht me ligjin për përdorimin e gjuhëve, tash mund të del çdo kush edhe të thotë ose ta konteston, edhe ajo është në gjykatën kushtetuese dhe mundet ai ligj të bie në gjykatën kushtetuese, në ndërkohë që 3 gjykatësit që nuk janë maqedonas janë kundër vendimit të tillë dhe mendoj se është jo korrekte në qoftë se ka majorizim në institucione të cilat janë të rëndësishme dhe të cilat mund të sjellin pasoja ose konsekuenca në çrregullimin e marrëdhënieve mes dy etnive kryesore. Por këtu do të kemi edhe pika tjera, unë i thash vetëm 3 më të rëndësishme prej këtyre, të cilat mendoj se nuk janë diçka që u merret maqedonasve. Thjesht një shoqëri është demokratike kur të gjithë etnive që jetojnë aty ju jepen sa më shumë drejta. Se në qoftë se etnive ju jepen sa më shumë drejta, nuk do të thotë kjo se dikujt i ngushtohet ose i merret.